Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju del gjumi në orën 3 të natës, trupi po ju paralajmëron këto probleme shëndetësore. Gjumi është një nga elementet më të rëndësishëm në mirëqenien e një personi dhe mungesa e tij mundet që të shkaktoj shumë pasoja e efekte negative si fizike, mendore dhe emocionale. Për mjekësinë tradicionale kineze, në qoftë se ne vlerësojmë modelin e gjumit, mundemi që të zbulojmë shumë informacione të rëndësishme lidhur me shëndetin ton të përgjithshëm. Një nga faktorët që duhet analizuar është koha kur ne zakonisht flem dhe zgjohemi për të filluar një ditë të re, por këtu ne do të flasim për oraret kryesore të gjumit dhe mesazhet e trupit tuaj pas secilit prej tyre. Nëse keni vështirësi për të fjetur midis orës 9 dhe 11, ju mund të vuani nga stresi, prandaj rekomandimi është që të bëni aktivitete të cilat lejojnë pushim dhe relaksim. Ndërkohë, mund të përmirësoni gjumin duke kryer edhe meditim. Çaji para gjumit është gjithashtu një opsion mjaft i mirë. Nëse keni vështirësi për të fjetur midis orës 11 dhe 1, nëse është vështirë për ju që të flini në këtë orar, mund të jetë për shkak të ndonjë situate emocionale. Kjo është koha kur fshikëza e tëmthit është tepër aktive, një organ i lidhur me vetë përballimin e situatave dhe faljen. Sipas mjekësisë tradicionale kineze, në qoftë se zgjoheni në orën 1 dhe 3 të mëngjesit, kushtojini vëmendje ndjenjave tuaja negative si zemërimi dhe zhgënjimi dhe energjia e tepërt yang. Sugjerimi për ju është të pini një gotë me ujë të ftohtë dhe të përfshini meditimin në rutinën tuaj. Zgjoheni midis orës 3 dhe 5 të mëngjesit. Zakonisht kjo do të thotë se një forcë e lartë po përpiqet të komunikojë me ju, duke ju drejtuar në një rrugë më të mirë, me një qëllim më të madh në jetë. Përveç kësaj, lidhet me problemet e moshkrive dhe trishtimin gjithashtu. Për t'ju ndihmuar, praktikoni ushtrime të frymëmarrjes. Nëse problemi juaj i gjumit është midis orës 5 dhe 7, në jetën tuaj ndoshta ka bllokime emocionale për të cilat ju duhet të punoni. Për mjekësinë kineze, ky orar lidhet me energjinë e emocioneve të bllokuara. Shtrini muskujt tuaj dhe kërkoni mënyra për të punuar me emocionet duke i forcuar ato dhe duke u bërë më të përkushtuar ndaj mirëqenies dhe lumturisë tuaj. Duke kuptuar këto mesazhe, ju do të keni mundësinë të përmirësoni cilësinë e jetës tuaj. Ndërkohë, sipas ekspertëve, duhet të keni parasysh se ka disa arsye tepër të rëndësishme të cilat bëjnë që t'ju dalë gjumi gjatë natës. Shumë njerëzve, gjumi i natës i është kthyer në makt dhe shkaku për këtë është pikërisht zgjimi në mes të natës. Të dalë gjumi një herë gjatë natës është normale, por në qoftë se kjo dukuri përsëritet, mundet që të jetë një shenjë vërtet problematike. Mund të vuani nga apnea e gjumit. Shumë njerëz nuk e dinë as që e kanë këtë sindrom. Apnea e gjumit është një ndërprerje frymëmarrjes gjatë gjumit dhe një pauzë e tillë bëhet për shkak të zgjimit i cili ndodh gjatë natës. Kjo mundet gjithashtu të shkaktojë dëshirë për të fjetur gjatë ditës. Mund të vuani nga terrori i natës. Terrori i natës ndryshe quhet makthi. Gjatë kësaj eksperience të frikshme, njeriu është zgjuar, por se kupton se çfarë po ndodh me të. Njerëzit as nuk e kujtojnë se çfarë kanë kaluar kur zgjohen. Vuani nga pagjumësia. Pagjumësia nuk është vetëm mungesa totale e gjumit. Një nga format e saj është edhe aftësia për të qëndruar në gjumë. Orë të tëra para kompjuterit. 30 minuta para se ju të flini
duhet të shkëpusni çdo lidhje me ekranin e telefonit apo të laptopit tuaj. Kjo është një nga faktorët kryesor pse zgjoheni shpesh gjatë natës. Vuani nga ankthi dhe depresioni. Ankthi ecën paralelisht me pagjumsinë. Problemet me gjumin munden që të çojnë në një gjendje anktioze apo depresive ose kundërta. Nëse prej kohësh ju vuani nga diçka e tillë, është mirë që ju të konsultoheni me mjekun tuaj. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë arsyet pse ju del gjumi çdo natë në të njëjtën orë. Rreth 4 deri në 5 zgjime janë normale gjatë natës, por në qoftë se ju ndodh që ju të zgjoheni gjithmonë në të njëjtën orë, ka disa arsye, se cilat janë, ne do t'ju a tregojmë në këtë video. Pozicion i gabuar i gjumit. Sipas ekspertëve, simptomat të tilla si lodhja kronike, dhimbja e kokës, urthi dhe gjithashtu dhimbja e qafës ose shpinës munden të shkaktohen nga fjetja e papërshtatshme. Ju gjithashtu duhet i kushtoni një vëmendje të veçantë edhe shtratit tuaj. Dysheku nuk duhet që të jetë shumë i fortë, por as shumë i butë. Sigurohuni gjithashtu se jastëku mbështet qafën dhe kokën tuaj. Rekomandohet që të flini në anën e majtë për të patur një gjumë sa më të qetë. Zhurma midisore. Nëse jetoni në një qytet të madh, e dini se si është të jeni të ekspozuar ndaj zhurmave të ndryshme gjatë ditës. Alarmi i partnerit, radioja e një fshinji, autobusi i cili kalon aty pranë ose ndonjë kafshë shtëpiake e cila luan përreth. Këta janë shkaktar të prishjes së cilësisë së gjumit. Sindroma e këmbëve të lodhura. Nëse zgjoheni me një dëshirë të fortë për të lëvizur këmbët, ndoshta keni sindromën e këmbëve të shqetësuara. Ky problem neurologjik mundet që të shkaktojë kruajtje ose ndjesi zvarritëse në këmbët tuaja. Ndonjëherë mund të ndjeni edhe dhimbje ose ndjesi pulsuese në gjymtyrët tuaj të poshtëm. Temperatura e gabuar e dhomës. Sipas ekspertëve, nëse e shihni veten duke u zgjuar në mes të natës ose jeni shumë të ftohtë ose shumë të nxehtë, atëherë problemi është temperatura e dhomës tuaj. Si rregull, temperatura e trupit duhet të ulet pak për t'ju futur në modalitetin e gjumit, por nuk do të thotë që dhoma juaj duhet të jetë akull. Pirja e alkoolit. Sipas ekspertëve, megjithëse alkooli ka një efekt qetësues i cili mund t'ju bëjë ju që të flini mjaft lehtë, ai në fakt mund të jetë një arsye për shumë net pa gjumë. Ndërsa trupi juaj metabolizon alkoolin në sistemin tuaj, cilësia e gjumit mundet që të përkeqësohet. Ju mund të filloni të trazoheni shpesh dhe madje mund edhe të zgjoheni në mes të natës. Kalimi i kohës në internet. Të qëndruarit në rrjete sociale në të vërtet mundet që të dëmtojë cilësinë tuaj të gjumit. Siç tregojnë studimet, ekspozimi i syve në dritën blu gjatë mbrëmjes parandalon trupin tuaj që të prodhojë hormonin e gjumit, dhe kjo më pas mundet që të çojë në probleme me pagjumsinë, duke ju shkaktuar që gjumi t'ju dalë her pas here gjatë natës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.